Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në She's on Air, Top Albania Radio 100.m dhe në kanalin 10 në digital. Vazhdoni të na dëgjoni dhe të na shihni, sepse ne kemi një bisedë shumë interesante në vazhdimsi. Unë dua të hasem pak edhe nga ana jote private, shëndetësore, le të themi, kemi marrë vesh që ti ke kaluar një moment pak të vështirë. Si ndihesh, si je tani? Ja, tani jam on top. Ishte një moment i vështirë, kalova një paralizë të rëndë faciale. Dhe parciale ka qenë apo faciale? Faciale, po parciale në periferike, ka qenë periferike, domethënë që kapi pjesën e majtë të fytyrës dhe normalisht afekton dhe te kordat vokale dhe të gjë. Ishte goxha moment i vështirë, po rekuperimi është i avashtë, nuk është një rikuperim që rekuperimi. Diku te 5 muaj ka zgjatur rikuperimi. Po si të ndodhi, se zakonisht ndodhen kur ke një kontakt drejt për drejt me të ftohtin ose Po, ti që ke mjekë. Po, vërtet. Vërtet doktoresh. I kam mbaruar vitet e mia. Jo, faktikisht ndoshta mund të ketë qenë ajo se ka qenë verë, domethënë hyn në të ftohtë, dil në të ngrohtë, domethënë edhe ndoshta nga kesa, ku diun, domethënë që janë disa faktorë që ndoshta ti ndoshta i di më mirë se unë tek ajo, por që mendoj se kjo rryma e ftohtë në të ngrohtë, por që ishte rikuperimi i vështirë. Kalon gjurmë të ty? Si e përjetove, domethënë? Unë 2 muaj nuk kam dalë nga shtëpia, se isha totalisht po frytëruar dhe kisha fobi të takoja njerëz që tash si do më shohin, si do më bëjnë. Por që pastaj kur e pranon si fakt dhe nuk është se ka ndonjë problem. Po si ka ndikuar kjo tek ty sot? Pra në çfarë syri ti e shikon jetën tënde sot? Jo, domethënë shëndeti është diçka që është parsorë për njeriu, domethënë duhet ndjekur. Tani e ndjek veten më shpesh në këto kontrolle. Po e ke marrë edhe si periudhë reflektimi, besoj. Patjetër, sepse nuk bëhet shaka, domethënë është diçka që ajo mund të ndodhi sërish. Në atë kohë që ti kalove, mendoje se delje muzikën? Jo, nuk e kam ndonjëherë menduar që ta lë muzikën dhe çfarë do lloj gjëje të ndodhi. Vetëm po mbla zëri, domethënë s'kam çfarë. Pasoja për pjesën e kordat vokale kështu je okay. Po ishin fillimisht, tani jam rregull, po kënoj, se Okej, super. Ka dhënë më shumë forcë. Cila ka qenë mbështetja jote më e madhe në këtë periudhë të vështirë? Sigurisht familja, bashkëshortja, djali, mami, motra, domethënë ishin të gjithë bashkëpunu, sepse ndonjëherë ti do të rikuperohesh, por dhe do kohën e vet dhe fillon mërzitesh, acarohesh. Gjendja emocionale ka shumë rëndësi. Gjendja emocionale fillon të rëndohet. Po djali duke qenë si ishte i vogël, kur shikonte babin e vet. Unë baja disa stria për të rreqen e fytyrës dhe ai thoshte po çfarë kanë, ka pisku babin tash një insekt edhe po e mbaj shumë. Edhe i bëja për vete, i bëja edhe atij dhe rinin të dy hisoj. Po a ka ndonjë mesazh më saktë që do doje të ndaje me ndjekësit dhe shikuesit që mund përballen me të njëjtën situatë? Ajo është diçka që ti nuk e zgjedh, është diçka që të ndodh, por në momentin që të ndodh, vetëm duhet që ana psikologjike të jetë fortë, domethënë që ta përballosh, është diçka që nuk është fatale. Por është diçka që edhe ti themi vetes që do kaloj, nuk do qëndroj kështu. Kjo si do kaloj, do bëhet më mirë. Ka të bëjë më tepër te vazhdueshmëria te ushtrimet që ti duhet të bësh me gestikulacionet e fytyrës, por që do rikuperimin e saj. Domethënë kam bërë shumë seanca terapie dhe fizioterapie për këtë gjë, që filloj me akupunturë, nga akupuntura kalova në terapi normale që është me preke. Por që i them që domethënë çdo gjë ndodh për një arsye, mos e vrisni mendin. Mos e vrisni mendin, gjithçka kalon, mjafton që të keni besimin tek vetja se është e rikuperueshme. A ka një këngë që ti mund ta përshkruaje këtë periudhë tënde? Po. Kam disa këngë se ose a ke shkruar në atë periudhë? Ke qenë një frymëzuar? Jo, në atë periudhë nuk është se kam shkruar. Mbas muajit dytë kam filluar kam shkruar, se pastaj shkova në studio. Çfarë këngë dëgjoje më shumë? Kur ishte në ato momentet e tua pak down? Kam dëgjuar, unë dëgjoj pak a shumë të gjithë rrymat e muzikës, po më tepër
tek blues, shumë thënë ajo, used to be so easy to take my heart away. I found that highway, it's a road that you have to pay. Është Billy Idol, është një version i kësaj këngë. Si ka ndryshuar Kelly sot? Si ka ndryshuar Kelly sot në krahasim me vitet e para të karrierës, sidomos edhe pas eksperiencës Big Brother? Po Bigu nuk është ndryshoj shumë si person, më kupton, po jam më i pjekur artistikisht, di se çfarë dua, di se çfarë bëj dhe mundohem të jem më bashkëpunues. Nëse në vitet e para është ajo egoizmi, ajo ndoshta i çik arrogancë që duket vetja më i talentuar se të tjerët, nuk e ul hundën për të kërkuar ndihmë tek dikush që realisht mund të ta japi me shumë dëshirë. Tani jam 10 fish më bashkëpunues, mundohem të ndihmoj sa më shumë njerëz për sa i përket muzikës dhe karrierës tyre. Unë doja të ndalesha faktikisht tek fizioterapia, me që ti e përmende pak më parë, se ka shumë njerëz me probleme shëndetësore dhe është e rëndësishme që të drejtohen në vendin e duhur me profesionistët e duhur. Sky Simple Smart Spa. Sky lindi nga një vizion i qartë të krijojë shtretër masazhi që evoluojnë në harmoni me nevojat në ndryshim të klinikave estetike dhe spa. Sky, aty ku komoditeti bashkohet me elegancën, qëndrueshmërinë dhe teknologjinë, pjesë e distribucionit të Solid Med. Shtretërit Sky janë dizajnuar në Itali duke ofruar një nivel të jashtëzakonshëm personalizimi dhe përsosmërie në dizajn dhe rehati, gjë e cila e bën përdorimin e tyre shumë të përshtatshëm në klinika estetike dhe spa. Sky ka disa elementë që e bëjnë të veçantë, modern dhe unik në kategorinë e shtretërve, të cilat janë: shtrati Sky është 100% elektrik. Ka 4 motor që shërbejnë për rregullimin e lartësisë, deri 75 gradë për shpinën dhe 30 gradë për këmbët. Ka dyshek nuvola me trashësi 17 cm memory foam. Është i pajisur me sistem Hergo, e projektuar në mënyrë që të përshtatet me trupin e njerëzit për të ofruar komoditet. I pajisur me teknologji infra të kuqe, sistem ngrohjeje dhe përvojë zanore gjithëpërfshirëse për relaksim total. Dizajn i pastër dhe modern, me kablo dhe mekanizma të fshehur për një estetik të kompletuar dhe elegante. Sky nuk është thjesht një shtrat masazhi, është një përvojë e kompletuar e dizajnuar për të sjellë relaksim, teknologji dhe estetik në çdo klinikë estetike dhe spa moderne. Faleminderit Solid Med. Po ta kishe njoft më përpara Solid Medin Mokelli. Është në kohë. Me Sky you can fly. Vërtet. E bëja gjeta dhe sloganin. Po, Ashtu siç e përshkruajti. Kelly, a e ke ndjekur ndo pak Big Brothering këtë vit? E kam ndjek. Ke një personazh që të pëlqen? Po, personazhi që kisha preferuar doli, Stenaldo e kisha preferuar. Tash i vetmi që unë njoh që deri diku kam pas marrëdhënie profesionale, ose nuk është se njihemi me Mirin. Por që të pëlqen Miri në lojë? Po, siç është jashtë nuk është aty brenda. Domethënë është goxha i kontraktuar, mendoj, ndoshta edhe nga presioni, tani ne kena qenë vetë, dim se si funksionon. Sa mund ta justifikoj me presion faktin se u diskutuar dhe është diskutuar gati gjithë Big Brotherin, një krevat që kanë ndarë me një vajzë 23 vjeç. Ti artist ke shkuar për përfaqësuar artin tënd, për të përfaqësuar atë se çfarë ti dëshiron të japësh publikut, të njohit e ty. Nuk ka ardhur, nuk ke shkuar për folur krevatesh. Domethënë, te kjo lloj gjë, ndoshta kanë qenë ato deklaratat e para që ishte gjeneza e asaj gjëje, por që krevati u bë kryefjalë këtij Big Brother. Ndoshta e kësaj gjëje, por që me Mirin që njohim jashtë, domethënë është po ai, po thjesht mendoj se është në presion të vazhdueshëm që deri diku të detyron të dalësh dhe nga vetja. Miri është super lojtar. Kemi fansën. Po mirë, ta kalojmë pak te Dasma, Brikena dhe Mateo. Jo, doja vetëm 2 sekonda du të yes. Qëndrojmë ti vetë je burr i martuar. Po, patjetër. Domethënë, ti vetë nuk do kishe vepruar kurrë si Miri? Nuk mendoj se do bëja ndonjëherë të njëjtat veprime. Por që konkretisht çka ka bën Miri në atë krevat? Nuk ka bërë gjë më, domethënë tek pjesa. Ka fjetur. Po jo më se vetëm ka fjetur. Është një burr i martuar një baba, ka fjetur me një vajzë 23 vjeçare, i thotë është vajzë. Në një lojë ku duhet të ndan krevati me njerëz të tjerë. Babi Miri. Mund edhe të thotë jo, s'është detyruar. Jo, pa ishte pjesa e asaj loje kur kemi aktive primi apo
Je kundra, Unë mund ta mendoj që gjykosh ndoshta kur mbaronte ai dënim që ndoshta kishin për të bërë, secili mund të vazhdonte atë punën e vet. Ta marrim pak më ashtu siç ishte në fakt, tash e qarë që ka pasur nga ata lojtarë të cilët kanë qenë të martuar dhe kanë zgjedhur flenë në tokë dhe jo ta ndanin krevatin me dikë tjetër. Si Erik Lloshi. Kemi pasur. Por Erik Lloshi është jashtë dhe Miri është brenda. Po mirë, pra gjithsesi, duhet pra të mos kapësh- themi që nuk ka asgjë jo normale duhet të këtu. kapësh edhe që Edhe është pak ajo përkëdhelja e flokëve. Mendoj se ishin disa gjëra që ishin tek exagjeruar dhe Po, janë ndoshta shumë nga të ana e tij. exagjeruar për Mendoj ti. se ndoshta është bërë më tepër për të qenë show dhe për të qenë pjesë e dinamikës së asaj gjëre. Pastaj s'është Ai edhe- është mjaftueshëm i zgjuar dhe i rritur për ti mbajtur përgjegjësi për veprimet e veta, por ka lut me limitet e asaj që mund të quhet ndoshta flirt, ndoshta mund që të keq kuptohet për diçka më tepër. Unë mendoj që ka menaxhun e që fortë tjetë- shumë dinjitoze Miri, kështu që Po Rogerti nga ana tjetër si të duket si personazh? Rogerti ka dëgjoj, aty brenda çdo njeri zgjedh personazhin e tij se si do të jetë. Dikush do të jetë nevriku, dikush do të jetë i zgjuti, dikush do më bëj si budalla, dikush do të bëj si dashurum. Domethënë janë të ndame. po Rogerti çka ka zgjedhë të bëj? Negativja. Negativi, domethënë do Tani, në bigun ton, po të kishim pas një Rogert, si do ishte sjell ti? Domethënë, si do ishte marrëdhënia me një Rogert? Te me atë bigu çast? jon ka pas shumë Rogertër, nuk është se ka qenë vetëm një. Po mënyra më e mirë është tipa ti injorosh, domethënë, okay, do të ngacmoj një herë, dy herë, po do e kuptosh që ti nuk ja vlen me atë lloj personi që ti japësh vëmendje, të harxhosh nerva, të harxhosh durim. Jam kurioze të di me kë do e krahasoje ti Rogertin Me banorin- Viserlon, po, me Viserlon. Me Viserlon, identik. Erdhi mreti. Erdhi mreti aty, filloi ti e kështu, ti e kështu, ti e kështu, ti e kështu. Domethënë, qelloj që aty djali nuk është se i doli loja aq mirë se sa e mendoj. Po ky kishte ardhur me lapse me letër dhe ditë shumë mirë. Tash ai 6 veta njihte. Dale Luelës. Kur mendon që Viserli ka dalë me shpat kundër Rogertit, domethënë është totalisht kundra. Si e gjykon këtë gjashtë, është çuditshme sepse në Jo, fund të po ditës flas agresiviteti lojës që ka përdor ai Po, që sa gjithmonë për hyri- lojën po flasim, gjithmonë për lojën, po Viserlo Agresiviteti. që ka pas po të njëjtën strategji, jashtë e gjykon Rogertin, kështu që kjo është gjaz. Tash ti ajo është, çfarë them unë, shkëtej ai kamenin e vet. Gjithçka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Po, bravo. Kjo kush mendon se fiton bigun? Unë mendoj se fiton Miri. Për backgroundin që ka, për aq sa ka duru, për aq sa është sulmu, sepse Bigu është lej nervash, është ai që mban më tepër, nuk është ai që duket më bukur dhe ai që flet më shumë. Po mirë, në mbajtjen e nervave, le të themi që edhe Selin ka mbajtur goxha. Po Selin, unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë Mirin të shaj. Faleminderit, do të thoja edhe unë, Unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Unë e kam parë Mirin në disa momente Ai ditë ngacmoi shumë mirë. Ditë të japi situat, por unë nuk e kam parë atë djalin që të shaj një femër ose të japi një epitet ose të japi Po citimi nga ana tjetër që i tha Selinës? Po mi ma kuçkësh nuk është se po duhet që ta domethënë u dha sikur nuk ishte fjala kush nuk është se domosdoshmërisht sinonimi i diçkaje. Një fjalë që Selin ka përdor brenda vazhdimisht, që nuk ka se koketa është po e njëjta sinonim. Është pak më e moderuar. Po pra, po është the same gjë. Pra ne vetëm që varet se si e percepton publiku jashtë. Jam shumë kurioze po për marrëdhënien e çiftit Brikena dhe Mateo. Se di, mund duken. Besonte dashuria Të duken fake? Unë mendoj që sa dalë ai do i bëj blok. Ai asaj. Ai asaj dhe ajo atij. E kupton? Mendoj. Po mendoj ai asaj. Ajo i bëri dhe premtim, i tha ti do jesh buri ndër jetën. Ashtu kanë thënë të gjithë aty. Sipas teje, kush do shkojë në finale nga të dy? Kush do kapi finalen? Mendoj se Brikena e ka finale. Para Mateos. Para Mateos. Më thuj finalistët e tu hipotetik, janë 4, mos gabofsh ashtu që. Janë 4. Atë Selini është Miri. Mendoj se është Brikena. Vendin e fundit e ndaj midis Rogertit dhe Mateos. Domethënë është diçka që është më dyshje, por kush mendon se meriton nga të dy? Po tash i duhet dhe i keqi. Domethënë gjithmonë ka qenë i keqi. Historikisht në çdo Big Brother, domethënë ka qenë antagonisti. Mirë keq ka qenë. Ti thej që fitues do Mirin, po tek dyshja e fundit kush e përball Mirit?
tek dyshja e fundit Selini shoh, domethënë, Selinin i shoh, Dhe domethënë. përballë Selinit do fitoj Miri sipas teje. Patjetër. Mendoj. Për mua fiton Selin, po është çështje këndvështrimesh. Jo, nuk e kam. Ke do doja nuk e unë kam Miri. tek Kush e vlera- fiton? Unë nuk e kam, unë e kam tek simpatia që kam si koleg që e Pa. kam. Do të thonë unë Selinin pak e njoh, a kupton? Tani e njoha këtë vit se kush ishte, ç'a bënte, kurse mi e kam vite që e njoh. Po më Dhe- pëlqen kjo gjë që suportoheni me artista me njëri tjetrin, sidomos Po në të njëjtën patjetër, fushë. sepse nëse nuk suportojmë njëri tjetrin, pse ku pa Qa puna, ngjelet se muzika pastaj? duhet i bashkojë njerëzit, do t'i ndaj. Do doj një bashkëpunim me Mirin? Me Mirin edhe me Landin sepse Patjetër, janë grup Janë 1 fantastik. + 1. Patjetër, janë grup fantastik edhe uroj që ndoshta një ditë mund të bëhet, se nuk e di, se këtu jemi. Ne me zy do presim. Kelly, ku do ta dgjojmë zërin tënd së shpejti? Kemi ndonjë projekt, një bashkëpunim? Po besoj shumë shpejt kam një bashkëpunim. Po prap tani në fund të prillit, në fillim të majit, besoj se del kënga. Është një këngë shumë autokritike. Çfarë do doja të kisha po të isha një rockstar? Çfarë elementësh do doja të kisha po të isha një rockstar? Mendoja se do kisha zërin e këtij, tekstin e filanit, energjinë e fistekut. përmenden emra? Gjithë emra. Është i farë dis i lezetshëm. Jo, s'është dis. Është kompliment. Janë kompo. Është një këngë që un përmend të gjithë ata që kanë dhënë kontribut për muzikën për muzikë. shqiptare, që Të unë do huaj doja të shqiptar. kisha diçka nga ato. Okej, ne Që me zy do që tisha artisti i kompletuar. Plotësuar, po. Shumë do bukur, jetë në interesant. notat e rockut? Është rock, reggae, domethënë ka pak dhe Është një mix. një mix Nga midis nuancat e rock, tuaja. reggae dhe pop rock. Domethënë që Me zi po pres. Kjo është një nga ato rrymat që unë kam shumë qejf, që është e vërteta. Kështu që unë të uroj shumë suksese vërtet faleminderit. në gjithë projektet e tua të ardhshme dhe me zi presim ta dëgjojmë zërin tënd përsëri. patjetër. Ishte shumë kënaqësi që ishe. Faleminderit që ishe. Gjithashtu ishte E shijuam shumë kënaqësi të bisedë. shumë e veçantë. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare, do rikthehemi pas pak me të ftuar të tjerë shumë interesant.